E mërkure për hir të shënon ditën e parë të Kreshmës Katolike, një periudhë 40 ditore lutjeje, agjërimi dhe solidariteti, e cila përfundon në perëndim të diellit të së njëjtës së madhe. Gjatë Kreshmës, besimtarët e Krishterë lexojnë vazhdimisht lutje, ndihmojnë të varfrit dhe ushtrojnë vetëpërmbajtje gjatë agjërimit, duke hequr dorë nga lukset e jetës së përditshme për të lidhur më fort me besimin. Një nga rregullat e Kreshmës është që nuk lejohen përdorimi i mishit dhe i produkteve të tij, i peshkut, bulmetit, vezës, por hahen perimet, zarzabatet, frutat, gatime e produkte brumnash, vera dhe vaj. Gjatë gjithë Kreshmës, Kisha rekomandon paksimin e sasisë së ushqimit që konsumonit çdo vakt dhe të mos hahet nëpërmjet vakteve. Nuk duhen ngrënë disa ushqime dhe pije, si për shembull ëmbëlsirat, alkooli apo të ushtrohen zakone e varësisë si duhani apo rrjetet sociale. Gjatë periudhës së Kreshmës, duhet hequr dorë nga diçka e veçantë dhe në përgjithësi nga e keqja. Duhet praktikuar falja, vetkontrolli, mos të grindesh, debatosh apo të fyesh të tjerët, pasi në të kundërt Kreshma nuk ka dobi. Papa Leon XIV, gjatë mesazhit për Kreshmat, bëri thirrje që bashkësitë e krishterë të kthehen në vende ku ata që vuajnë gjejnë mikpritje.